Pritjen u bëri si që do rendi, speciale. Mbi tapetin e kuq drejt sallës që kishte filluar të mbushej, ecnin gra simboli fuqisë e i rezistencës. Kur të gjithë zunë vendet, forumi gruas nisi e diskutimet mbi temën kodi sigurisë për brezin ton po ashtu. E me që tema kishte të bënte me brezin e ri, Nikoqirja presidentja Vjosa Osmani, s'lapa përmendur vuajtjet e fëmijëve të Kosovës e të nënave të tyre që ishin fort të guximshme. Në urët më të errta ishin gratë e këtij vendi ato që na mbajtën zemrat e thyra të bashkuara. Siç e dini, ato kur nuk pranuan të shiheshin si viktima, por si ndërtuese të paqes. Për jetimin e nënës së saj që u dhunua seksualisht gjatë luftës nga forcat serbe, e mban në mend ani pse i pati veç 4 vjet. Por tash Vanesa Sulejmani është një zonjë e madje u bë dhe zëri së ëmës që edhe ajo para pak vitesh ju dha forcë grave me histori të njëjtë. Ju dashën në nësime 20 vjet për ta gjetur zërin e saj dhe megjithse unë ende po e gjej timen. Do ta përdor me krenari për ata që nuk kanë zë, si aktiviste për traumën ndërbreznore, çështje e shëndetit mendor dhe për t'i dhënë fund stigmës për fëmijët anë mban botës. Për gratë në Bosnjë që përjetuan të mirë njësoj si nënat kosovare, e para e vendit ndau edhe medalje presidenciale. Në mesin e 45 shteteve, vend të veçantë pati kryetaria kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali. Ajo tha se gratë e fëmijët gjithmonë paguajnë çmimin më të rënd të luftës. Pavarësisht mizorive të pathëna të kryera nga regjimi Miloševićit, Kosova nuk ka ra kur prej akmarrjes së verbër, përkundrazi ajo punoi pa pushim për të shndruar dhimbje në forcë, për të përfunduar lufta dhe shmangur konfliktet. Kreu i shtetit të Antigua dhe Barbuda, guvernatori përgjithshëm Rodney Williams, shprehi respekt dhe theksoi se plagët e luftës nuk mbyllen me përfundimin e saj, sepse trauma vazhdon të jetojë në mendjet dhe zemrat e njerëzve. Forumi do të vijojë edhe nesër me mbi 30 panele diskutimesh dhe folës nga e gjithë bota, duke dhënë zë për një të ardhme paqësore dhe siguri për brezat që vijnë.